Pse duhet të konsumoni gjysmëlugje vaj ulliri çdo ditë? Përveç se nëse pini gjysmëlugje gjelle, do të hirni atë edhe në ushqime. Ekspertët e shëndetit priren të pajtohen se vaji i ullirit nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, pasi trupi dhe shëndeti tuaj mund t'i japë shumë përfitime të rëndësishme. Ndonjëherë ai quhet ari i lëngshëm dhe vaji i ullirit është mbreti i yndyrnave cilësore, i pangopur dhe i mbushur me antioksidantë që janë përbërës të një diete të shëndetshme që nuk i gjeni dot te yndyra shtatzore ose ato të përpunuara. Ullëntymet sugjerojnë se ata që bëjnë ndryshime të dietës dhe gëzojnë gjithashtu listën e gjatë të përfitimeve shëndetësore të vajit të ullirit do të kenë efekte pozitive në mbrojtjen e organizmit. Një nga përfitimet më të përmendura të vajit të ullirit është përdorimi i tij si laksativ natyral. Vaji i ullirit ndihmon dukshëm në këtë problem. Yndyrrat ndihmojnë që të qetësoni pjesë të brendshme të zorrës dhe zbutjen e jashtëqitjes, duke ndihmuar kështu në thithjen më të mirë të ujit.